Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion të gjërrjeti i cili në fokus ka goditjen e një aktiviteti të ndryshuar kriminal për trafik armësh, lëndësh plasëse dhe municion në kryeqytet. Gjatë aksionit janë arrestuar 4 persona, ndërsa 2 të tjerë janë shpadhur në kërkim. Hetimet janë zhvilluar përmes metodave të blerjes së inskenuara nga policia, të cilat kanë shërbyer për dokumentimin e aktivitetit palishëm dhe identifikimin e të dyshuarve. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 7 armë zjarri, konkretisht 4 pistoleta dhe 3 automatik, së bashku me si municioni luftarak dhe prova të tjera materiale që po analizohen nga grupe hetimor. Sipas të dhënave hetimore, personat e përfshirë dyshohet se vepronin të organizuar në 2 grupe kriminale, të cilët siguronin dhe shistin armë në zona të ndryshme të Tiranës. Çmimet e armëve varionin nga 1.500 euro për pistoleta deri në 2.500 euro për automatik të tipit Kalashnikov. Hetimet për këtë çështje kishin nisur më herët dhe në muajin mars kishin çuar në arrestimin e 5 personave të tjerë. Në total, në kuadër të operacionit rrjeti, autoritetet bëjnë dies janë arrestuar 9 persona dhe janë sekuestruar 17 armë zjarri, 4 kallëp lëndë plasëse, sasi e konsiderueshme municioni, 4 automjete dhe 13 telefona celular. Policia e shtetit vijon hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal, si dhe për kapjen e 2 të dyshuarve që aktualisht ndodhen në kërkim.